Moderatorja Kiara Tito ka shuar të gjitha thashethemet se nuk ka marrëdhënie të mira me vjehrën e saj. Përmes një postimi në Instagram, ajo i ka uruar asaj ditëlindjen me fjalë plot dashuri. Kiara ka publikuar një portret familjar dhe ka shprehur mirënjohjen dhe respektin për nënën e Luizit duke shkruar: "Shumë urime për nën Angjin, e cila sot ka ditëlindjen. Të duam shumë." Prej kohësh kanë qarkulluar zëra se Kiara dhe vjehra e saj nuk kanë raporte të mira, por e vërteta është krejt e kundërta. Ata që ndjekin nga afër jetën e çiftit e dinë se Kiara dhe nëna e Luizit kanë një marrëdhënie shumë të afërt, e cila është reflektuar në disa postime të Kiarës me vjehrën e saj. E vetmi arsye pse ato nuk shfaqen shpesh bashkë është fakti se nëna e Luizit jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa Kiara dhe Luizi në Shqipëri. Megjithatë, sa herë që jepet mundësia, Kiara e shpreh dashurinë dhe respektin për të. Ndonse shumë njerëz kanë dashur të krijojnë konflikte në marrëdhënien e Kiarës me Luizin dhe familjen e tij, realiteti tregon të kundërtën. Ata që presin të shohin këtë çift të ndarë apo të përfshirë në drama të kota, janë ata që në fund mbeten të zhgënjur. Kiara dhe Luizi janë ndër personazhet më të ndjekur të showbizit shqiptar për më shumë se 2 vjet dhe siç duket, kjo do të vazhdojë edhe për shumë kohë. Ata janë të lumtur, të suksesshëm dhe të fokusuar në punën e tyre, ndërsa ata që mundohen të hedhin bajt mbi ta në fakt, vetëm sa tregojnë më shumë për veten e tyre. Ata që shpifin për të tjerët, në fund përballen me realitetin e hidhur që kanë krijuar vetë. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!